Këtu është horoskopi e hënë 30 qershor 2025 për ju. Mirë se vini në horoskopi i Fationit. Dashi. Takime të reja, personale dhe profesionale të ndërlikuara për tu menaxhuar. Nëse ka fëmijë, dialogu duhet të rikuperohet. Demi. Mos e shtyni atë që mund të bëni sot për nesër. Ju mund të keni komplikime në marrëdhëniet e zakonshme, diskutime të vogla, kalimi apo edhe dyshime për tradhti. Binjaket. Ekziston më shumë qetësi, vetëm dashuria mund të krijojë një siklet ose nuk mund të shihni se kush e doni aq sa dëshironi. Epo studimi. Gaforja. Sipërmarrjet e vjetra dhe të reja të biznesit janë të mbrojtura, por ekziston një projekt i ri që mund t'ju japë më shumë vlerësime. Më e lehtë për të përjetuar emocione të reja, miqësi që numërojnë, takime intriguese. Luani. Është një situatë e mirë, energji e mirë. Përpiquni sot të takoni ata që doni, sharmi në rritje, shpenzime të ardhshme për t'ju afruar një pune. Virgjeresha. Ka lajme të rëndësishme në lidhje me punën, propozime interesante. Dashuria në shërim dhe emocionet e mëdha në pikpamje të së ardhmes, mos u merrni me ankthet e panevojshme. Peshorja. Përgjigjet vijnë por nuk janë të kënaqshme, çdo ditë je në betejë, me sa duket duhet të imponohesh në ambient ose të vësh me forcë atë që dëshiron. Akrepi. Do të jeni më energjik dhe sensual dhe në çdo rast të gjitha situatat e vogla do t'ju shohin si fitues. Entuziazmi është në rrugën e duhur për ndryshime në jetën private. Shigjetari. Ditë që nis me kushte të mira. Sonte do të jeni angazhues, i dashur dhe gati për t'u dashur. Punë të reja të kërkuara por të frytshme. Britsjapi. Projektet e nisura në 3 vitet e fundit duhet të rishikohen, të kujdeseni pak më shumë për aftësinë tuaj fizike, e cila i nënshtrohet stresit të moderuar në këto ditë. Ujori. Marrëveshjet dhe kontratat e preferuara. Kush është i pavendosur midis 2 historive tani do të di të bëj. Peshqit. Gjithmonë ka shumë për të bërë, por me kalimin e ditëve do të ketë gjithnjë e më shumë mundësi, kontrata dhe marrëveshje pune, ju mendoni se dikush është mosmirënjohës ndaj jush. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.